Qa eksperimentit për bëj flokëve këtë rallë, normalisht që lisazh brazilian. Pavarësisht se në pamjet parë duket si keratin, nuk është keratin, përkundrazi është shumë ushqyes për flokun, në Francë preferohet. Unë kam dy shoqe që i bëjnë rregullisht edhe shnedi dhe gjatësia që i merr floku i tyne sa herë bëjnë lisazhin, unë nuk kam fjalë, është e pabesueshme. Edhe dola në kafe me te, edhe thash çka kanë flokë tu që janë kaq mrekullueshme, tha thjesht lisazhi, edhe të nesërmen lash takimin. Edhe çe ku jena? Si fillim lahet edhe thahet kryt me shampo që janë apostafat, mandej vetë solucioni që është fiks për lisazh brazilian dhe i merr në Francë është 100% e vërtetuar. I bjen me pjastër disa herë, ka të teknikat e veta dhe shihni flokun tem mas procedurës ose ti ma çfarë mrekullie. Unë thjesht i thash s'ka gjatë nëse s'më rin drejta, mu mjafton me mvan shnedin që i ka dhënë shoqe vetmia, edhe kjo është lamja jame e parë, sa çfarë mrekullie, ta shihni si ka nejt. Deshti këtu jam te java e dytë ose e tretë, edhe mas i kam përdor langun e çepës, edhe shihni prapë rrin qiri drejta, për një shokohem çdo rrallë. Përpos faktit që flokët duken shumë matrash, kanë marrë një shkëlqim, krehen shumë kollaj, edhe më ka pështu jetën sepse nuk kam nevojë me stilu, po thjesht dale kurume gjithsesi. Nëse s'do i kisha të shoqe që i bën rregullisht, edhe unë do kisha pas dyshimet e mia, po mbas të eksperiencës tyne ja vlen totalisht.